Zoti Kuçi, ministri i jashtëm rus Lavrov ka folur rreth mundësisë së diskutimit të çështjeve të Ballkanit në këtë tavolinën e madhe apo tavolinën e re të arkitekturës së sigurisë botërore. Si e shikon Ballkanin, çfarë mendon apo si mendon se do të jetë e ardhmja e Ballkanit nisur nga dhënat e deri tanishme që kanë dalë në sipërfaqe për sa i përket fuqive që po vendosin mbi fatet e sigurisë botës? Do ta kem parasysh vetëm javën e fundit ndodhen aq shumë takime, aq shumë ngjarje të rëndësisë gjeopolitike në nivel global, saqë nganjëherë kam frikë që analizat tona mos janë duke shkuar në drejtimin ku po i bëjmë vetëm një analizë sipërfaqësore dhe jo themeltare, për shkak të ngjarjeve të shumta. Pra, duhet të kemi parasysh që ndodhen disa ngjarje me një kronologji të njëpasnjëshme dhe secila ka një rëndësi të veçantë në vetvete. Kur e patëm krijimin e bordit të paqes në Davos, tani që u krijuar nga Trumpi, aty është edhe takimi i Davosit, që është domethënë tashmë tradicional, më njëherë ndodhi takimi ndërmjet Witkoffit dhe Jared Kushnerit në Moskë, pastaj ishte takimi trilateral në Abu Dhabi dhe në të gjitha këto çështje u folën shumë me rëndësi pikat e sigurisë dhe nivelit global. Ose ndoshta edhe në margjinat e tyre u fol edhe për Ballkanin Perëndimor. Sepse jo rastësisht në këto ditë kur ndodhen këto ngjarje të rëndësishme gjeopolitike, në një konferencë për media, ministri i jashtëm i Rusisë Lavrov deklaroi që Serbia duhet të anashkalojë Bashkimin Evropian, për shkak se ata janë duke bërë presion në formë të padrejtë, sidomos për çështjen e Kosovës. Përveç tjerash, ai deklaroi që janë duke biseduar me Washingtonin dhe nuk ka rezultate, por ka pozitivitet në bashkëpunim për çështjen e Ballkanit, sidomos për rajonin e Bosnjës së Hercegovinës dhe vendeve të tjera. Kështu domethënë u drejtua ai dhe vende të tjera janë edhe Kosova dhe Shqipëria dhe rajonin në tërësi. Dhe përveç tjerash kishte edhe një deklaratë të Putinit ku ishte, mund të them, përtej gjuhës diplomatike, ishte një gjuhë fyse ndaj liderëve evropian, ku nuk dënjoi as pak ose nuk hezitoi që t'i quante edhe dera. Dhe kjo tregon që sepse sipas tij ata menduan që ta shkatërrojnë bashkë me administratën e kaluar të SBA-s Rusinë. Dhe në këtë formë të gjitha këto ndodhen në një periudhë shumë të shkurtër, këto ngjarje, dhe çështja e Ballkanit përsëri u hodh në dritë. Pse u hodh aty në dritë? Sepse ishte Kosova dhe Shqipëria të cilat u ftuan në grupin e paqes në Davos, nga Trumpi që u krijua, për çështjen e gazës konkretisht. Dhe ky grup u pa si një momentum i ri gjeopolitik në nivel global dhe menjëherë e faktorizoi Kosovën dhe Shqipërinë në një drejtim që nuk e kishte pritur as vetë Serbia dhe kundërshtarët më të mëdhenj të shqiptarëve. Pashka që shqiptarët si duket kanë frikë që nuk do të arrijnë që ta kapitalizojnë në formën më të mirë të duhur këtë çështje. Dhe në këto rrethana gjeopolitike, atëherë ne mund të themi që po shkojmë drejt një çështje ku Ballkani Perëndimor nuk do të jetë ajo synimi i viteve të kaluara ku ishte që të mos ketë ngjarje gjeopolitike të rëndësishme në Ballkanin Perëndimor dhe në Ballkanin si tërësi, por do të jetë e prekur edhe nga këto ngjarje ku sot, për shembull, ajo që ka ndodhur në lindjen e mesme nuk është diçka që mund të injorohet, që nuk do ta prekë edhe rajonin tonë. Ndarjet e stileve të ndryshimeve të territorit nuk besoj që mund të flasim në tavolinë. Merre këtë copë toke, jepe atë copë toke. Jo, nuk ka çështje të tilla klasike, por mund të ketë çështje të ndryshimeve të cilat mund të bëjnë vije më të mëdha gjeopolitike dhe të ndryshimeve. Çka i bie kjo konkretisht fatkeqësisht mund të na dërgoj deri te në ndryshime të territorit që kanë të bëjnë me ndryshime shtetërore. Pra është duke ose ngritje të shteteve të ndryshme. Që në një pikë, por nuk në një... Kjo që nga shumë interesante, mund të elaborosh pak, mund të shkoj në zhdukje të shteteve
Nëse hapet ajo kutia Pandorës që e quajmë zakonisht, Kosova, Maqedonia, Veriut, Mali, Zi, të gjitha këto 3 shtete, Bosnia Hercegovina, Shqipëria nuk dënjen kundra asnjë vendi që të marrë territoret. Ta kemi parasysh sepse Shqipëria kufizohet me vetveten, territore shqiptare, të cilat ju kanë caktuar gjatë historisë. Ta kemi parasysh këtë çështje. Por më njëherë do të shprehin gatishmëri për ndarjen e Maqedonisë së Veriut, ndarjen e Malit Zi, ku vetë Serbia është bashkë me Rusinë është duke përgatitur që dekada të tëra strategjinë për ndryshime geopolitike me Malin e Zi, madje se fundi ata po tentojnë edhe nëpërmjet censusit që ta ndryshojnë etninë atje ku shumica do të shpreheshin që janë serb dhe jo Malazias, dhe të gjitha këto atëherë mund të arrijnë deri në një pikë ku ndryshimet do të ishin kruciale, sepse nuk do të mbetej jashtë as Kosova për këto çështje të ndryshimit territoriale. Për shkak se Kosova atëherë kemi një shumicë në veri të vendit të komunave ku jetojnë serb, atëherë ata sigurisht që do të kërkonin automatikisht një bashkim me Serbinë dhe Kosova atëherë në këto rrethana gjeopolitike bashkë me Shqipërinë do të krijonin një bashkim të themi kombëtar etnik të një pjesë të territorit, dhe prej kësaj nuk do të mbetej jashtë as Maqedonia, sepse ka interesa aty edhe Bullgaria, pastaj janë edhe pjesa shqiptare që përben një shumicë të fuqishme, pra mbi 22 deri në 33% të territorit të Maqedonisë së Sotme, dhe kjo do të bënte një ndryshime esenciale në Ballkanin Perëndimor. Kjo është riformatim total pastaj i hartës ballkanike. Ballkani ka një gjendje të tillë që nuk mund të prekësh diçka dhe të lësh diçka. Kjo është treguar historikisht. Kemi parasysh edhe luftrat ballkanike kur ka ndodhur dhe paqja që ka ndodhur pas luftrat ballkanike dhe po ashtu edhe paqja që ka ndodhur pas luftës parë botërore. Nuk ka pasur një diçka që mund ta ndryshosh një zonë dhe të mos preket zona tjetër. Për shkak se territoret shqiptare janë një hapësirë shumë e madhe që ju takojnë vetë shqiptarëve, ndërsa fësinjët e shqiptarëve kanë interesa shumë të mëdha kundra territoreve shqiptare. Edhe kjo atëherë e bën edhe situatën e Ballkanit që vazhdimisht të jetë një pikë nevralgjike për çështje të tilla. Interesat e shqiptarëve më së miri për momentin do të mbroshin sikur Kosova dhe Shqipëria, por edhe shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe kudo të krijonin dhe ta etablonin vetveten si një faktor i rëndësishëm gjeopolitik që do të i vinin karshi interesave ruso-serbe për të shtrirë ato planet e tyre shekullore për ta pushtuar Ballkanin, pra planet që rrjedhin nga Vaspalena, Perandoria, Romanova dhe Tutje, dhe në këtë formë atëherë ne do me etablimin tonë si forcë gjeopolitike do të hynim edhe në interes të vetë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përndryshe, nëse ne vazhdojmë që të mos etablojmë vetveten si faktor gjeopolitik, atëherë fuqitë e mëdha do të orientohen nga ata të cilët përbën një seriozitet në politikë. Dhe fatkeqësia për neve është që seriozitetin e Ballkanit përbën serbët në këtë rast. Nëse nuk do të ishim ne, atëherë janë serbët. Andaj kërkesa ime kryesore do të ishte që krijimi i momentumit të ri nga grupi krijuar nga Trumpi është që Shqipëria dhe Kosova të paraqiten me një mendim të paraqur të paktën ose me një unitet të pandashëm në atje, për shkak që do të harruan një koherencë gjeopolitike dhe kështu do të tregoshin një faktor i rëndësishëm që Trumpi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ja vlen të bashkëpunojnë fuqishëm. Por ajo që vazhdoj të kthehem, zoti Kuçi, është që te ky riformatimi total do jetë një dagorësi e madhe midis fuqive të mëdha, siç ka qenë gjithmonë, apo se tradicionalisht janë bërë me luftra këto ndryshime? Po edhe tani nuk do të bëheshin ndryshe, nuk do të bëheshin pa luftë. Pra, ndryshimet e territoreve vështirë që bëhen në forma të ndryshme. E kemi rastin edhe Ukrainës, ndryshimet territoriale po bëhen me luftë. Ndryshimet territoriale çdo herë janë bërë me luftë dhe nuk ka forma pothuajse të tjera, vështirë që bëhen me ndonjë paqe tjetër. Paçka ndoshta mund të arrihet diçka e tillë për çështjen e Grenlandës.
dhe mund ta marrim si pozicionin e Serbisë, si e shikoni, zoti Kuçi, në këtë arkitekturën e re, do t'i bashkohet thirrjes së Lavrovit për të mos bërë pjesë e BE-s dhe normalisht për të qenë pjesë e asaj që konsiderohet, siç ka qenë gjithmonë fakt, zgjatim ose vllai i vogël i Rusisë në Ballkan? Arkitektura e ndërtimit të Serbisë, mendësia e tyre gjeopolitike tanishme nuk i lejon që ata të ndryshojnë thelbësisht. Ata bëjnë disa hapa drejt Bashkimit Evropian, bëjnë disa hapa drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mbeten në vorbullën e trashëgimisë dhe lidhjet të tyre historike me Rusinë. Sepse ka një mendësi të ngritur gjeopolitike të tillë. Pra nuk është diçka që mund ta ndryshosh brenda natës, e sidomos kur e ke një klasë politike e cila edhe mbrohet nga shërbimet e inteligjencës së Rusisë. Pra, ekzistenca e vet Vučićit tani në Serbi është fal Rusisë. Për ndryshe ai nuk do të ekzistonte aty në pushtet për shkak se protestat e deri tanishme do të arrinin që ta rrëzonin pushtetin e tij. Andaj përderisa ka një klasë politike të tanishme, Serbia do të harrojë koherencën e vet me Rusinë, mund të bëj hapa të caktuar drejt BE-s dhe drejt atyre por që janë të parëndësishëm në aspektin gjeopolitik. Do të vazhdojë të mbetet një derë Rusisë drejt Ballkanit dhe drejt Evropës si një port e cila do të ruan interesat ruse në Ballkanin perëndimor. Do të jetë faktori që do të përdoret nga Rusia për shkaktuar më pas ato luftrat që do të rikonfigurojnë gjithë Ballkanin, zoti Kuçi? Kur po flasim të rikonfigurimi i Ballkanit, e kemi parasysh që është hipotezë. Jo, sigurisht, hipotezë, jemi te hipotezat, te skenaret e mundshëm. Te skenaret e mundshëm, sigurisht, sepse rikonfigurimin e Ballkanit e don Serbia. Nuk vlen ajo hipoteza që po ngritet nga disa që mund të ndodhë fundi i Serbisë. Nuk ndodh fundi i Serbisë në atë shkatrimin e Serbisë, darjen e Serbisë. Jo, sepse megjithatë aty jetojnë 7 milion banor dhe askush nuk është i gatshëm që të shkatrojë 7 milion banor. Paska që një pjesë e madhe serb janë të gatshëm që të shkatrojnë çdo lloj populli tjetër në Ballkan, duke përfshirë edhe shqiptarët sidomos. Gatishmëria e popujve të tjerë nuk është e gatshme. Mirë po, Serbia do të jetë ai shteti i cili do të krijojë gjithmonë një lloj pasigurie të madhe për botën perëndimore dhe si e tillë do të ruhet nga Rusia dhe do të vazhdojë të ruhet edhe në të ardhmen e afërt të paktën përderisa ka një mendësi të tillë. Pse po përmend vazhdimisht mendësinë? Sepse kur një shtet nuk i mjafton që ta ketë territorin, popullsinë, madhsinë apo edhe armët, përderisa nuk e ka një mendësi gjeopolitike të krijuar për një çështje të caktuar, atëherë nuk mjafton këtë. Për shembull, vazhdimisht propagandohet që ka sponsorizimi për këtë çështje që Kosova është e dobët në përballje me Serbinë ose gjëra të tilla. Kjo është domethënë për ta krijuar një mendësi të dobët. Në Serbi është krijuar mendësia gjeopolitike që ata kanë një vëllazëri me Rusinë. Dhe këtë kanë sidomos edhe viteve të fundit në fushën e inteligjencës nga viti 2021. Nga dhjetori i vitit 2021 janë duke prodhuar projekte të vazhdueshme të cilat e ruajnë pushtetin e Vučićit dhe e ruajnë edhe influencën e Rusisë në Ballkanin perëndimor. Përveç që e ruajnë edhe e shtrinë me gjerë. Se fundi kemi pasur që vetë Serbia ka qenë e përfshirë në disa aksione të Rusisë në Evropë. Dhe në kjo tregon që vazhdon koherenca dhe Serbia do të ruhet në të paktën në kufit e tanishëm si shtet i cili do të vazhdojë të destabilizojë Ballkanin dhe përveç tjera Serbia nuk do të ndryshojë anën lehtësisht. Pse nuk e ndryshon anën lehtësisht? Sepse mendësia e tyre tani tregon që ne në këtë pozicion që arrim ta luajmë një rol i cili na bën të rëndësishëm në tavolinën ndërkombëtare ku duhet të pyetim. Nëse automatikisht ne bëhemi pjesë e perëndimit, atëherë humbim rëndësinë tonë. Ndërkohë, Rute, zoti Kuçi, jo më larg se dje, deklaroi se Vučić duhet, pavarësisht se unë kam mik, tha, duhet që të
na sqaroi për sa i përket asaj që ndodhi në Banjë, se ma rikujtove në lidhje me lojën që po bën Serbia. Ndërkohë Vučić shfrynte në Davos për atë gjëmën e madhe që po i vjen botës, dhe kjo lexohej më shumë si pasojë e faktit që zoti Trump e kishte refuzuar, qoftë në Mar-a-Lago ku u detyrua të bënte sikur ishte smur dhe fluturoi drejt në Moskë, dhe qoftë në Davos ku nuk arriti të bëhej pjesë e tavolinës, le të themi diplomatike apo institucionit të ri bordit paqes. Pra, po. Do ta kemi parasysh që Serbia ka qenë infiltruar në vitin 2016, edhe në vitin 2020, edhe në zgjedhjet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata kanë edhe organizatat e veta atje, në formë legjitime. Ato organizata janë krijuar nga Marko Đurić, ndërsa tani për momentin ato organizata udhëheqet nga Olga Ravashi dhe kanë qenë të infiltruara që nga viti 2012, se si të afrohen dhe si të infiltrohen në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trumpi nuk do t'ja falë dhe nuk ja falë ndryshimet dhe pabesinë që e bën ata së fundi në zgjedhjet, kur në momentin që kandidati demokrat u ndryshua nga Biden tek zonja, më fal emri, Kamala Harris. Në momentin që u ndryshu, atëherë ata vazhduan mbështetjen me savapakun për Trumpin, por automatikisht e dërguan edhe një delegacion nga Serbia ku u takua edhe me demokratët. Dhe në këtë formë munduan ta luajnë një lojë me dy karrike, prapë sikur që po munduan edhe tani. Dhe Trumpi një nga ato nuk e fal as këtë çështje që e bëri vetë Vučići dhe vetë Serbia kundrejt tina. Pra nuk u tregua koherent. Por, mbi këtë çështje, duhet ta kemi parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një shtet serioz, ndërtohet mbi një plan strategjik të fuqishëm. Shpeshherë ne nuk mund të themi që e gjithë kjo po bëhet sepse Trumpit ju tek. Jo. Ka një strategji edhe për çështjen e Iranit, ka një strategji edhe për çështjen e Venezuelës që është duke rrjedhur me dekada. Për shembull, që nga pranvera arabe, ne pak a shumë e dimi influencën dhe synimet e tyre. Tash ne e dim nga viti 2012. Planifikuesit dhe strategët amerikanë ndoshta ja kanë me dekada këto plane, por që ne në publik nuk i dim. Pra, nuk janë çështje të rastishme që po ndodhin. Dhe Serbia nuk është ajo e cila mund ta ndryshojë strategjinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne as me pak Vučići, i cili nuk ka arritur ta ruajë asnjë miqësi me askënd, sepse i ka gënjur të gjithë. Cila është strategjia për Serbinë, strategjia e administratës Trump për Serbinë? Kjo ishte pak a shumë pyetja që unë nisa të bëja, zoti Kuçi. Po, e qartë. Duhet ta kemi parasysh që ne po flasim gjithmonë me hipoteza, strategjinë e saktë asnjë nuk e di. Absolutisht po. Jam dakord. Thjesht hipotezat analizojnë. Por, ajo që ne për momentin po flasim, duhet ta ripërsëris shpejt. Nëse shqiptarët arrin të etablohen si faktor gjeopolitik, atëherë Serbia mbetet mbrapa në këto plane gjeopolitike të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, sepse edhe rëndësia gjeografike është më e rëndësishme e Kosovës dhe Shqipërisë për shkak të detit. Në strategjitë e mëdha gjeopolitike, Kosova konsiderohet vend bregdetar, pas që ne jemi landlocked, nuk kemi dalje në deti, Shqipëria ka. Por flasim në vijat e trashë e mëdha gjeopolitike gjithmonë. Ndërsa në anën tjetër, nëse shqiptarët nuk tregohen serioz në këto rrethana, i kemi 3 vjet kohë që ne ta tregojmë vetveten si faktor gjeopolitik. 3 vjet, jo më shumë. Nëse ne për këto 3 vjet nuk arrijmë që të etablohemi si një faktor unik dhe i rëndësishëm, atëherë do të kalojnë nga ana e Serbisë. Pse do të kalojnë nga ana e Serbisë? Sepse ata tregohen më unik, për shkak se ndoshta janë edhe brenda një shteti shumica e serbëve, dhe në këtë formë kanë edhe mundësinë që të tregohen më unik në planet e tyre strategjike. Kjo formë atëherë e bën që topi të kalojë në anën e tyre. Pse është 3 vjet që i rëndësishëm për neve? Për shkak se inteligjencat perëndimore thonë që 5 vite të ardhshme nuk mund të na dërgojnë në luftra të mëdha globale, në ndryshime të mëdha globale.
atëherë ne e kemi periudhën 3 vjeçare, sepse edhe vetë krijimi i grupit të Davosit praktikisht e ka një jetë gjatësi aq sa ka mbetur mandati edhe i Trumpit. Dhe aq sa dënjojnë të jenë edhe vendet anëtare me mandat. Kjo na jep një hapësirë koherence që ne të etablojmë. Përndryshe, në planet e Trumpit atëherë jo lehtësisht mund të kthehet vëmendja nga Serbia. Pra Serbia mbetet një faktor i rëndësishëm, nuk duhet që të kemi një vëmendje të nuk duhet që ta ndryshojmë vëmendjen që tani po bën pjesë e planeve të Trumpit për shkak që u therrëm në Davos, për shkak se Trumpi kemi tregu për edhe gjeopolitika së fundit aq shumë dinamike sa që menjëherë mund të ndryshohet edhe vëmendja globale.